إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Dietarët vëllezër për haxhin me brur I kanë përmend disa kritere që nëse don me realizu haxhin me brur, që ki hax që ta mundson xhenetin. Do ka disa kritere. Nuk është se cili hax që e kryen njerëzit, se shumë haxhiler ka. Miliona haxhilerë e kryen, ama sa arrin haxhin me brur, kjo është një grup shumë I vogël, specifik. Kanë thënë më së pari që pasuria të jetë halal. Që mos të jetë pasuri haram, diçka që e ke fituar në mënyrë të jo legjitime. Luta bastore I fitova 20.000 euro. E financova haxhin për mua dhe për gruajën. Që ki hax për shembull, që ki hax nuk është I pranuar, prin start. Nuk pranohet. Apo në kazino, apo me ndonjë punë haram që e ka, e kështu me radhë. Kjo e hub kriterin bazik. Kriterin bazik për me arrit haxhin me brur. Pastaj kanë thonë që t'i largohet mëkateve, dhe gjunaheve. El hajju ashhurun ma'lumat. Çka Allah thot, haxhi është në kohë, në muaj të caktuar. Faman farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj. Haxhi është në kohë të caktuar, në muaj të caktuar. Kush e ka bën jetë me kry haxhin, ai kanë thonë fala rafath. Fala rafath vëllezër janë marrëdhëniet intime apo jo që vjen para marrëdhënieve intime. Është ndaluar rreptësisht. Wala fusuqa, edhe fusuqa vëllezër është çdo vepër e keqe e dytë. Çdo mëkat. Qoftë I madh apo I vogël. Wala jidala fil hajj, edhe mos të ketë grindje në hax. Subhanallah, çfarë urtësie. Shikoj Allahu Azza wa Jall. Kur e ka obliguar këtë hax, e ka ditë se aty kanë me shku shumë njerëz, edhe prej vizave të ndryshme, prej vendeve të ndryshme, me kultura të ndryshme, me nivele sociale të ndryshme. Edhe jo vetëm sociale, po edhe ekonomike, edhe mendore. Edhe pa dyshim se ka mundësi aty me ndodh grindje, me ndodh moskuptime, me ndodh përçarje. Ama muslimani që don me arrit haxhin me brur, prej në start duhet me mush vetën me çka? Me sabër. Edhe me kon tolerant. Edhe mos me u fut fare në grindje. Mos me u fut fare në përçarje. Edhe në sharje, në ofendime kështu me radhë. Ndërsa a ka mundësi me të ardhë sebepët që me ndodhë kjo, ka mundësi 5 milion, 6 milion, 7 milion njerëz. Pastaj kanë thonë dietarët duhet jetë pa dyshim. Do thonë haxhi vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Do thonë me një jetë të pastër, dhe jo të më quajnë pastaj haxhi. Apo që njerëzit të arrijnë lëvdata për njerëzve. Apo autoritet në mexhlis. Absolut është ndaluar, sepse e kundërshton jetën e pastërt. E Allah thot: "Wa timmul hajja wal umrata lillah." Kryeni haxhin dhe umrën për hir të Allahut. Do thonë jeti duhet me qenë I pastërt. Pastaj do duhet me qenë sipas sunetit pejgamberit alayhis salam. Edhe këtu vëllezër një këshill për fund, s'po kemi mundësi me vazhdu, sepse shumë është rëndësishme ajo që do të vjene, sa prej haxhilerëve I pyesin hoxhallarët, po edhe hoxhallarët të kanë një faj, që për me I largu, për me evitu një lloj mundimi të caktuar në hax, që thonë nuk është obligim, është sunet. Me shku në mine, jo, sepse sipas mëdhëbit ton është sunet. Edhe pse sipas xhumhurit pjesa dërmuese e dietarëve, a di, s'ka problem aty se e kanë vajxhib obligim, te na është sunet. S'ka problem. S'ka problem që është sunet. Suneti është për më praktiku, për më zbatu, e për më lonë.
Edhe pejgamberi alayhis salam një herë ka kry haxhin. Edhe ti ke një obligim një herë në jetë haxhin. Krye sipas sunetit të pejgamberit alayhis salam. Zbatoje sunetin e pejgamberit alayhis salam, sepse nuk ka sharr, nuk ka dëm. Edhe një herë në jetë e ki. Përballu pak, ballafaqohu pak me çat mundi, edhe boj pak për hir të Allahut azza wa xal. Edhe mos lyp rrugdalje dikon ku ka dikon një sunet ta lo. Jo, sunet ta praktikoj. Shikoj pejgamberi alayhis salam çish e ka vepruar haxhin, çka ka bëu pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam vëllezër, tash për shembull shkojnë me autobus, shkojnë prej Mekës deri në Minë. Apo me taksi, kush nuk ka mundësi me autobus, shkon me taksi, apo me motora, apo në kom disa shkojnë. Nuk ka pas mundësi me nejt në qabe, ka pas mundësi me nejt. Jo, ka shku në Minë 3 ditë. E jamu të shrik me qëndru në Minë. Prandaj, duhet të pas kujdes muslimanët që ta kryjnë haxhin sipas sunetit pejgamberit alayhis salam. Sepse kështu e arrin haxhin me brur, që këtë gradën e lartë, i cili ta mundson me çka me bë, me hyrë në xhenet. Është garantim prej pejgamberit alayhis salam, wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa illa al janna. Dhe haxhi me brur nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit.